Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV, këtë herë për të folur për një lajm shumë të bukur. Dashuritë më të bukura rrallë herë përfundojnë në fakt në altarin e kuq, por Princ Leka Zogu dhe Blerta, bashkëshortja e tij tashmë me titullin Princesha e Shqipërisë, po e shijojnë pafund momentin më të bukur të jetës, duke kurorzuar dashurinë e tyre me sakrifica, me martesë. Të ftuar në emisionin Mirëmbrëma Yje, për herë të parë Princ Leka Zogu foli hapurazi, duke treguar çdo detaj nga jeta e tij, duke treguar çdo të vërtetë dhe çdo sakrificë. Blerta, e cila ndjeshte shumë e thyer për ndarjen nga bashkëshortja të Princ Leka Zogut, e cila nuk kishte dashur ta bën këtë gjë, por fati, dashuria nuk pyetën, ndjeshte shumë e lënduar nga komente që ishin shkruar dhe nga agresioni që ishte krijuar gjatë kohës kur Princ Leka Zogu dhe ish princesha tashmë e Shqipërisë Elia Zaharia patën problemin e tyre, një problem i cili u bë publik. Blerta ishte personazhi që u godit më së shumti, por në këtë rast Blerta ndoqi zemrën e saj, ndoqi shpirtin e saj dhe jetoi masovikisht momentin e jetës. Dita e djeshme ishte dita kulminante ku Princ Leka Zogu dhe Blerta, tashmë princesha Blerta Zogu, vendosën që t'i japin fund të dashurisë së tyre në atë formë, për ta kurorzuar atë dhe për t'i vënë një epitet, njëkohësisht edhe për të marrur titullin e princeshës së shqiptare. Obori mbretëror shqiptar ka bërë publik një lajm që ka ngjallur gëzim dhe interes të madh në opinionin publik shqiptar dhe më gjerë. Në një njoftim zyrtar të shpërndar nga faqja zyrtare e Princ Leka Zogut 2, familja mbretërore ka njoftuar me kënaqësi fejesën e lartë madhërisë së tij, princit të kurorës, Leka i dyti shqiptarëve me zonjushën Blerta Celibashi, tashmë me titullin e princeshës shqiptare. Sipas njoftimit zyrtar, ceremonia e fejesës është kremtuar me gëzim më datën 11 tetor të vitit 2025 në Ksamil, në jug të Shqipërisë, një nga destinacionet më të bukura të bregdetare të vendit, që simbolizon dashurinë, simbolizon harmoninë dhe fillimet e reja. Ngjarja është zhvilluar në një atmosferë intime të ngrohtë, në pranitë familjarëve dhe miqve më të afërt të çiftit, duke ruajtur elegancën dhe traditën që karakterizon familjen mbretërore shqiptare. Familja mbretërore në një njoftimin e saj shprehu lumturinë për këtë hap të rëndësishme në jetën e princit të kurorës dhe bashkëshortes së tij të ardhshme. Ata gjithashtu falenderuan me mirënjohje të thellë të gjithë qytetarët shqiptar dhe miq të ndërkombëtar që kanë përcjell urimet dhe fjalët e mira në këtë rast të gëzueshëm. Ky lajm shënon një moment të rëndësishëm për historinë moderne të dinastisë mbretërore shqiptare, e cila ka ruajtur për dekada me dinjitet të trashëgiminë e mbretit Zog dhe mbretreshës Gjeraldin. Princ Leka II, i njohur për angazhimin e tij në çështjet publike, sociale dhe kulturore, ka përfaqësuar ndër vite një figurë bashkëkohore të monarkisë shqiptare, e cila synon të mbetet një ndër simbolet dhe unitetit kombëtar dhe vazhdimësisë historike. Fejesa e tij me zonjushën Blerta Celibashi pritet të pasohet nga përgatitjet për ceremoninë martesore, që më gjas do t'jetë një ngjarje e rëndësishme ndërkombëtare dhe kulturore. Detajet të tjera rreth dasmës pritet të bëhen publike në muajt në vijim, sipas burimeve pranë oborit mbretëror. Populli shqiptar, i cili e ndjek me interes çdo zhvillim në familjen mbretërore, e ka pritur me shumë dashuri këtë njoftim, duke e konsideruar si një nga momentet dhe gëzimet të përbashkëta. Lidhja e Princ Lekës II me zonjushën Blerta Celibashi, tashmë me epitetin e princeshës, shihet si një hap drejt forcimit të vlerave familjare, respektit dhe përfaqësimit të dinjitetshëm të traditës shqiptare në kohët moderne. Në mbyllje të njoftimit, obori mbretëror përsëriti mirënjohjen e tij ndaj gjithë atyre që kanë përcjell urimet
më të mira për çiftin, duke theksuar se ky është një rast i veçantë për familjen dhe për të gjithë ato që ndajnë dashurinë dhe respektin për monarkinë shqiptare. Gjithashtu edhe në kuadër të kanalit Monitor TV dhe në emër tim Tirana Lilit shpreh dashuri, lumturi dhe uroj që princ Leka Zogu 2 dhe Blerta Celibashi tashmë princesha shqiptare uroj me zemër që dashurinë e tyre ta kurorëzojnë edhe me dhurata më të bukura siç janë ato fëmijët.